Kanceri i gjirit është një sëmundje e cila vjen si pasojë e ndryshimit në shumim të qelizave, do të thënë fillon ndryshimi qysh në nivel shumë të vogël, ta them kështu, dhe pastaj kjo manifestohet me paraqitjen e një gunge, të quajtur kështu në popull, që mund ta prek çdo grua. Dhe pastaj kjo kërkon diagnostikim të mëtutjeshëm. A është kanceri i gjirit diçka që duhet t'i frikësoj të gjitha gratë? Vetë emri kancer e frikëson individin, sepse quhet kancer. Mirëpo e mira, kushtimisht ta them, me kancerit të gjirit është se kjo sëmundje, në qoftë se gjendet në fazë të hershme, trajtohet dhe gruaja konsiderohet komplet e shëruar. Prandaj edhe qëllimi kryesor i tetorit ros është që sa më tepër ta ngrisin vetëdijen e grave, të bëjnë kontrolla preventive atëherë kur ata nuk prekin asgjë në gjirin e tyre. Sepse vetëm në këtë mënyrë do ta gjejmë sëmundjen atëherë kur ajo nuk na ka dhënë shenja. Në vendin ton, sa i përket shpeshtësisë së paraqitjes së sëmundjes së kancerit, unë mund të flas në përgjithësi për gjithë shtetin, sepse nuk kemi një regjistër, mendoj kemi regjistër, por nuk është mirë ende i formuluar, i përpunuar, që të tregoj statistika për rajonin e Pollogut, sa ka gra me kancer. Në nivel shteti, si vjet janë regjistruar 1200 raste të reja me kancer gjiri dhe sipas viteve të kaluara, nëse e krahasojmë me vitin e kaluar dhe para atij, ku kishim 800-900 gra me kancer gjiri, të reja flasim, raste të reja, do me thënë kemi rritje të rasteve me kancer gjiri dhe në një farë mënyre ne e ndjekim trendin botëror. Nuk mund të flasim se në vendin ton kemi një rritje enorme në krahasim me vende tjera. Do me thënë si në çdo vend tjetër të botës, edhe te ne rritet trendi i paraqitjes së kancerit të gjirit, duke potencuar këtu se zvoglohet mosha kur paraqitet kanceri, bie mosha. Tani kancerin e gjejmë edhe në mes të moshës 25-30 vjeçe, 30-40 vjeçe. Do të thënë te mosha më e rena paraqitet. Covidi, kur u paraqit në nivel global, në një farë mënyre ndryshoi komplet edhe qasje ndaj sëmundjes, edhe ndaj trajtimeve, dhe shkenca tani 4 vite mbas Covidit, shkencëtarët gjithandej në përbot janë të mendimit se sa i përket karcinomave në përgjithësi, ndoshta Covidi, duke e marrë tërë vëmendjen për të trajtuar sëmundje e Covidit, në një farë mënyre i la në hije të gjitha kontrollat preventive ose rutinore që pacientët ose njerëzit në përgjithësi i bënin për t'i gjetur sëmundjet në fazë të padetektueshme. Kur një gjë e tillë nuk bëhet për një periudhë 4 vjeçare dhe përfundon pandemia e Covidit, atëherë vërehet një rritje e paraqitjes së karcinomave, që në dukje duket si rritje, por mund të jetë edhe fal asaj që këto vite nuk ka pasur mundësi që të kushtohet shumë rëndësi sëmundjeve të reja që kanë qenë në popullat, duke u koncentruar tërësisht në trajtimin dhe në gjetjen e vaksinave të ndryshme për trajtimin e Covidit. Përndryshe, për ta lidhur për ta gjetur në faklidhshmërinë në mes Covidit dhe paraqitjes së kancerit, do të duhen studime ende më të gjata, për një periudhë më të gjatë kohore, ndoshta 1 dekadë 2, për të parë se a ka lidhshmëri direkte në mes të Covidit dhe paraqitjes së sëmundjes së kancerit. Tani ekzistojnë do studime të vogla për një numër të caktuar të njerëzve, ku shkencëtarët mundohen ta lidhin paraqitjen e Covidit, paraqitjen e kancerit të mushkrive me sëmundjen e Covidit, duke u fokusuar në atë se Covidi në një farë mënyre i ka zgjuar qelizat e fjetura kushtimisht, të cilat kanë pasur potencial që të zhvillohen në kancer. Por kjo është vetëm një nismë për këtë drejtim, do me thënë ende duhen studime të tjera që do ta vërtetojnë se ka lidhshmëri të tillë ose nuk ka. Duhet kohë për ta vërtetuar një gjë të tillë.
Po, unë të ndërlidhje kryesisht do të teoritë e konspiracionit me simuloj fake news nga drejtimin e Covidit. A do thotë që vaksinimi ka ndikuar përveç asaj që ka lënë ndjekur për shkak të angazhimit të fokusit dikun tjetër dhe në këtë rast është një ndje nga karcinomi, kjo smundje. Po, ka ndikuar realizuar diçka shkencore që vaksinimi ka ndikuar në rritjen e rasteve me karcinom? Gjithçka që flitet për efektin negativ të vaksinave COVID për paraqitjen e kancerit nuk është shkencërisht e vërtetuar dhe nuk mund të themi se kemi një lidhje direkte të vaksinave me kancer. Gjithmonë vaksinat kur janë dhënë edhe në kohën e COVID-it janë dhënë për të mbrojtur miliona njerëz nga një sëmundje vdekjeprurëse. A do ketë efekt vaksinat në kancer, duhet kohë dhe duhet shumë punë për të gjetur një lidhshmëri të tillë. Ende asgjë nuk është e vërtetuar shkencërisht dhe nuk është konkrete. Në momenti i ballafaqimit të neve si onkolog me pacientët kur na vinë për trajtime në onkologji, është një moment shumë interesant kështu për ta përshkruar, në kuptimin e asaj se gjithmonë do e mos do mishërohesh me gjendjen psikologjike të pacientit dhe mundohemi gjithkohën që në mënyrë sa më të butë ta përshkruajmë trajtimin e më të tjeshëm të pacientëve të prekur me kancer, sepse vërtet i pret një rrugë e gjatë për plot sfida derisa të kompletohet trajtimi i tyre. Por ajo që gjithmonë mundohemi t'ua bëjmë me dije pacientëve është se në këtë rrugëtim jemi gjithmonë bashkë për t'i ndihmuar pacientët tonë, njëherë në aspektin profesional, pastaj edhe në atë përkrahjen, të them kështu, njerëzore, fillimisht. Dhe në një farë mënyre, relacioni onkolog-pacient është edhe i familiarizuar. Shpesh ne jemi si një familje e madhe, të cilat pacient edhe pasi e sosin trajtimin te ne, na vizitojnë, shihemi sepse i ndjekim një kohë të gjatë dhe me të vërtetë është një lidhje më ndryshe nga të gjitha degët tjera, ta them kështu. Por gjithmonë mbetet sfidë edhe për mjekun kur duhet ta lajmëroj pacientin se duhet të trajtohet në onkologji për shkak të kancerit që e ka operuar ndoshta, është marrë biopsi, apo për herë të parë duhet të fillojë onkologji që pastaj të shkon me trajtim kirurgjikal. Me që është tetori ros dhe qëllimi i këtij emisioni kësaj radhe është për të ngritur vetdijen për kancerin e gjirit, unë këtu do të kisha rekomanduar të gjitha grave që mos hezitojnë t'i bëjnë kontrollat e tyre rutinare, në radhë të parë ta bëjnë vetë kontrollin e gjirit çdo muaj prej ditës së 3 deri në ditën e 7 të ciklit menstrual. Pastaj në moshën 35 vjeçare ta bëjnë mamografinë e parë dhe të vazhdojnë me ehon e gjirit prej kësaj moshe, varësisht si do t'ju thot rentgenologu i tyre. Gratë të cilat kanë rrezik më të lartë për t'u paraqit kanceri i gjirit dhe në këtë grup bëjmë pjesë ato gra që në familjen e tyre kanë ndonjë antare që është e prekur nga kanceri i gjirit. Gjithashtu bëjmë pjesë gratë që për një arsye shëndetësore ose diçka tjetër janë nën trajtim me terapi hormonale të gjatë, edhe këta patjetër duhet që t'i nënshtrohen mamografisë ndoshta edhe më herët se mosha 35 vjeçare. Mos të presin derisa të paraqitet ndryshimi në gji dhe atëherë ta bëjnë kontrollën e parë, sepse te kanceri i gjirit shumë është me rëndësi fal shikimeve preventive, mamografisë dhe ehos së gjirit, të gjendet sëmundja atëherë kur nuk ka dhënë fare shenja. Trajtohet gruaja dhe llogaritet se është e shëndosh, domethënë 99% kjo grua është e shëndosh, pa pasur nevojë të ketë trajtime tjera. Dhe këtu do të kisha dashur që ta kemi edhe atë
qëllimin ton kryesor. Do të thonë të mos na vinë më gra me karcinoma në faza të avancuara, do të thonë. Po gjithmonë do të kisha dashur, dëshira ime më e madhe do të ishte 90% e pacientëve tona të ishin në fazën e hershme të sëmundjes. Dhe sikur të arrijm këtë mesazh, atëherë mendoj se qëllimi ynë do të ishte i arritur.